Ke qenë ndonjëherë Berishis veti? Po kam qenë patjetër në Bukur kjo. në 92-97 sigurisht Ke qenë Berishis? patjetër. Dhe Jegër, domethënë sepse e konsideroj veten antikomunist dhe mendoja që Berisha madje edhe këta që dilnin nga Berisha, përveç Abdi Baletës, për cilin nga pas gjithmonë respekt, mendoja që këta janë të shitur që ikin nga, po atëherë kam qenë fëmijë, do të kuptohet, që pra punojnë për partinë e punës fshetas dhe duan të shkatrojnë. Po pse ishe ti berishist dhe pse ishe antikomunist? Kishe ndonjë arsye të veçantë? Sepse unë që i vogël, jo se jam rritur në familja ime sigurisht ka qenë një familje që nuk e donte regjimin, po si gjithë familjet e Tiranës në atë kohë, si Tiranës është, unë jam nga Tepelena me regjim, por i madh ka lindur në Tiranë, gjyshi im ka ardhur i ri në Tiranë. Po ti je nga Tepelena? Dhe me origjin po, patjetër, lab. Lab. Po pra, do të thonë ti thjesht ke ardhur më herët në Tiranë si pjesë e tjerë. Kjo thjesht është kohë. Po gjaku është po ai. Po se më të iri nuk mund të jetë Tiranë. Patjetër. Po dhe pse ishin kundër regjimit? Unë mendoj që prindërit mi kanë qenë mësues dhe kryesisht. Në cilin vend? Po, kryesisht kanë qenë për fshatra, se në atë kohë kështu çohet. Njerë kanë qenë, janë njohur prindërit mi në Mirdit. Në Mirdit, hë? I madh ka qenë në Arban, në Babrun, derisa gradualisht erdhi. Në fillim në Mirdit. Po. Po origjina në Tepelen nga cilin vend? Nga Bënxha. Nga Bënxha je? Po, patjetër. Wow, Ergys Mërtini që nga Bënxha. Po ke lidhje me Bënxha apo i ke prerë fare? Kam sigurisht kushërim, po nuk e di në Bënxh, po në Tepelen po, jetoj në Tepelen. Paktën ato që njohin. Kur ke qenë prerë të fundit në Bënxh? Po kam kaluar atje pra 2 vjet, se unë shkoj në një vit, më pëlqen ajo zona atje, del nga bregu. Ku ishte Fatostan në Burg atje, ke qenë ndonjëherë? Jo. Vonë kam qenë për të parë. Vonë ke qenë për të parë, aty në rrejtë tua. Unë kem pas 5-6 vjet jam. Dhe ata ishin antikomunist prindët e tu, pse domethënë prindërit nuk se ishin gjyshit, njëherë. Erdhën gjyshit këtu. Gjyshit po, jo, në kodën verit nuk kam nuk kam pas goditje. Nuk di çfarë të them se nuk shpreheshin, po unë di që prindërit e mi, paktën nga viti 85-86, shprehnin pak kënaqësi ndaj jetës në atë kohë, dhe sigurisht që kjo i bënte të ishin kundër atij regjimi. Dhe 90-ën ishte 90-ën unë mendoj që vendi ose paktën Tirana e 90-s ka qenë një adrenalinë e vërtet. Ideja që po ikim nga ky regjim dhe që do jetojmë dhe ne si Europa ishte vërtet shpresdhënëse, ishte dhe në 90-ën ju sa vjeç ishit? Unë kam qenë 11-12 vjeç. 11, patjetër, po. Ama unë di që kishte një goditje nga regjimi. Unë kam pas qetësa vepra të Enver Hoxhës dhe i kam djeg në rrugë. Ky ishte mënyra ime prej 11 vjeçari për të reaguar ndaj regjimit. I kam djeg në rrugë. Domethënë, ku ma tregon me saksi, se është moment shumë i bukur. Dhe kur? Domethënë, kjo ka qenë para rënies bustit, ose atë ditë ku ishte greva urist studentë. Mbaj mend që me gjithë shokët të lagjes, duke qenë janar. Shkurt, kur jo, monumenti u rrëzuan 20 shkurt. 20 shkurt, pra po mund të ketë qenë 2 ditë para. Pak ditë para, domethënë në shkurt 1991. 91, po. Ti 11 vjeç, bashkë me shokët e lagjes, ku kishe shtëpinë? Tek ke parasysh ATSH e Malori ATSH-s. Po, ajo aty. Aty kishe shtëpinë. Aty edhe. Se pasi në qendër fare, antikomunizmi aty në qendër. Po, shiko, aty ishte Moska. Zona e Tiranës vjetër, se aty është afër. Domethënë edhe lagjet aty tradicionale që kryesisht antikomuniste. Në atë, në zonën 105, mos gaboj, është, jo, më fal, 108 është aty, diçka më kem pazar i ri, ka konkuruar Amizalia në atë kohë dhe ka humbur përballë Franco Roqit. Që bëri kaq në jetë mundi Amizalin dhe nuk u mori politik. Si të erdhi kjo ide që ti do digje veprat e Enver Hoxhës? I kishe në shtëpi? Po, nuk e mbaj mend të cilësh nuk e mbaj mend as kujt gjeta se mund të kem pas ki gjyshja, sepse kam pas jetuar me gjyshen dhe Xhaxhan, se ka qenë një apartament i madh, në atë kohë ishte një jetonin disa familje në një ka qenë private, ka qenë shtëpi ka ish pronarësh, i ndërtuar nga italianë, ka qenë e madhe, kemi jetuar me familjen e Xhaxhait në të njëjtën mos më thuaj me ato kubaturat e larta. Shumë sepse dhe ti bashkë me fëmijët e mund të ketë qenë të gjyshrit, se më mend tash ku gjeta veprat dhe pati dhe të tjerë, se isha vetëm unë, do të thonë brëm bash, hajde djegim, në shtëpi.
Është shumë lart të mbaj mend. 10, 15. Po 5-6 këtë diun. Dhe vendin e mban mend fiks? Po mu të deri shtëpis. Te deri shtëpis tek rruga, te rruga trotuar, po. Aty do të thonë gjithmonë ku ka qenë atë atë ajo Malori aty. Dhe mbaj mend madje që tani një vit më vonë aty ç'është. Një vit atë shëja fiks. Kafe atë shë. Po, një vit më vonë kam marrë pjesë në protestat që rrëzuan Fatosnanën, që kam qenë shesh mbaj mend dhe po 12 dhe mbaj mend sampistët që u futën, unë u fsheha brenda tek Pallati i Kulturës. Po? Sot është Adriani. Po? U fshem poshtë banaqeve aty dhe erdhën sampistët mu duken si të çmendur normalisht ishin edhe të terrorizuar nga turma që gjuante me gurë, sepse ata shkretët dhe u fshem nga sampistët se mendonin që mund të gjuani mua, po unë pavarësisht ata nuk sigur që më kam parë si fëmijë dhe s'do godisni një fëmijë, por fëmia në atë kohë ishte duke gjuajtur me gur atyre, kështu që e ke gjuajtur me gur sampistët? Po, kam gjuajtur si gjithë njerëzit. Imagjinoj dot. Po, nga buronte ky antikomunizmi? Thash pra, domethënë ideja në familjen time flite shpesh dhe domethënë unë mbaj mend dhe miq të afërt, miq të prindërve të mi që mblidheshin dhe e shanin komunizmin lirshëm, paktën 2-3 vitet e fundit dhe patjetër kishte rënë fuqia, pavarësisht se unë mbaj mend që gjyshit më thoshin mos thuaj që kemi parë filmat italiane se shifshim filma çeftas dhe se do na fusin burg etj, pra ishte një lloj kështu terrori i kultivuar që në fëmijëri për faktin e pafajshëm që po shikon film. Dhe sigurisht kjo lloj klime përcillet, domethënë kjo lloj ideje që shikon ne po jetojmë shumë keq, ndërkohë që nëpër botë dhe ne shikoni dhe italianin në fakt dhe kur shikoni italianin mjafton të shihni reklamat e italianit, ishte një tmerr i vërtet se ti as nuk e kuptoje çfarë ato gjëra që po hajnë ata. Domethënë që sot i kemi në supermarkete. Nuk të shkoj as ndërmend për tikur nga Shqipëria? Jo, nuk e kam pas këtë kështu. Po pse? Nuk kam pas. Se antikomunistët atëherë ikën tërë nga Shqipëria. Po shiko, në 90 kam menduar që do bëhet vendi jonë ashtu, domethënë nuk plus që nuk mendoja për prindin, nuk e di. Dhe ju diplomuar të dëshirë. Kam qenë dhe jashtë, kam jetuar jashtë, por nuk pra ku ke jetuar? Po në Norvegji kam jetuar ca kohë, me ikë ardhje, domethënë kam. Ju diplomuat në Universitetin e Tiranës? Tiranës, po ime shoqja për doktoraturën, për filozofi sociologji. Filozofi sociologji. Po. Ka ndonjë filozof shqiptar që ju ka inspiruar? Domethënë për shumë kohë ka qenë Visaventin Feraj, domethënë për mua shumë i vlerësuar dhe sot ka disa të rinj, Elvis Hoxha për shembull është një shumë interesant, pavarësisht se fatkeqësisht nuk shkruajnë, Elvisi nuk është njëri, po nga kontaktet drejt për drejta dhe e vlerësoj. Dhe ju u vut në atë bllokun, po themi antikomunist, që pastaj erdhi në pushtet. Tani 92-97, ku punuat ju? Në 92-97 unë kam qenë në shkollë. Mas shkollë, në shkollë kam mbaruar 2002-shin. Dhe kam punuar pastaj në gazeta Tema për 5-6 vjet, pastaj. Po pse për ekonominë mo? Ç'lidhje ka filozofia me ekonominë? Sepse ekonomia në atë kohë ishte fushë që nuk lëvroi shumë, duhet kishte ca kështu, ishte çik më intelektual që të merrsh vesh nga ekonomia dhe ishte sektor që ishte më i lirë. Dhe kur hyra në punë, do thënë e bën dot këtë kudion, ta provoj. Dhe në atë kohë isha, do thënë se tani nuk marr vesh nga ekonomia, po në atë kohë fillova të ka një shkrim të asaj periudhe që ti sot ndihesh e siklet kur i lexon, do thënë që ke bërë gabim që ke bërë. Unë kam pasur një gjë që edhe kur gazeta Tema në atë kohë ktheu, unë vazhdoja inercinë, vazhdoja që thoya që Berisha po realizon të ardhur. Por mbroj Berishën, ëh? E mbroj pavarësisht se kritikoja, do të thënë në fillim. Pastaj kam bërë shkrime kundër Berishës sepse sidomos mandatin e dytë pash që ai nuk po qeveriste. Po korrupsioni ishte i lartë, arroganca e lartë. Ligjet që bënte shpeshherë ishin populiste. Për shembull, kam mbaj mend që në 2009, se më mend, kam bërë diçka e tillë, kam bërë shkrim për reformën në arsimin e lartë. Unë atëkohë isha pedagog në Durrës dhe normalisht e kuptoja që kjo është thjesht populizëm dhe mendoja që hapja e dyerve të universitetit në mënyrë të shfrenuar do sjell nesër parazitizëm, njerëz të cilët nuk do. Ajo 150.000 studentë. Dhe ai thoshte që ne po japim shkollën e lartë dhe ishte i njëjti mentalitet i kohës së Enverit, që thoshte partia ju bëri me shkollë. Domethënë dhe këtë e shikoja si dramë sepse ti prodhon artificialisht një stres të diplomuar, por të parsimuar. Dhe unë mendoj që një për arsye edhe sot, pse sot paradoksalisht jemi vend me papunësi, por me vende pune të pazëna. Do të thonë ka shumë njerëz që nuk shkojnë punojnë edhe për shkak se ndjehen
ndjen me shkollëtar, ndjen që duhet bëjnë punë zyrash dhe nuk bëjnë punë thjeshta që nuk janë dhe të papaguara mirë.